Me që kishin gjithnjë në dorë dhe veglat e tjera të punës përreth, Gëzim Podgreqani kalon ditët në dyqanin e tij të vogël të riparimit të këpucëve. 77 vjeçari tregon se këtë zanate ka nisur që në rininë e tij të hershme. Kam fillu qysh në shtator të 66, si këpucor në zonës në ekonomi. Kam para ushtrijet, kam punu 2 vjet, kam shku ushtar, edhe atje këpucor me fjallë repartit, fjallë i kufinit. Kam marrë për ushtrijet, kam hinë në speciale, edhe kam vazhdu me fjallë dherë që erdhi demokracia në 90-ën. Në 90-ën, më thënë, tje se u shpërbon aja punë, o atërë qa, u mora, me punë të ndryshme, në punë prep, u desh me nisë zënodën, se nuk rrite pa punë. Pra, është vetë edhe karakteri jem që me fjallë nuk mund të rri. Ndonë se në moshë të thyer, mjeshtri i këpucëve vijon të punojë çdo ditë, ndërsa jep shembullin se zanatet duhen për kushtim, por edhe pasion. Unë dalë në 8 sahati deri në 12, 4 orë. Mas dite nuk dalë hyç. E ves, s'bën më në kuptime se kjo. Edhe këtë e bëj, si i thonë, me mojt trupin edhe mojt e më sonaj disha dhe përfitan një. Riparime, njitje, qepje, gjysa, suportake, me fjallë puzve. Zanatet vlerësoheshin nga të rit deri pak vite më parë, ndërsa tani thuajse nuk ka as pak interes, thot këpucari. Po vinë e riparojnë, nuk ka qesh. Po sa por e punë, që jam 7 vjeç, të po lanë, kryveja punë, kërkush të pa mullet edhe këtë dyqen, shkanë si puna në Europë që shkepen, interesin nuk i riparojnë mua. Tëri s'kam po që nisin zërë, për berber pa, kam po që i është por për këpucari. Pavarësisht moshës, Gëzimi nuk ka menduar asnjëherë të ndalojë së punuari, derisa shëndeti ta lejoj. Po diskutohet, derisa të jemi zoti, pa. S'kam ku më shku. Po shkoj në klub pini kafe, sa mund të rishi gjysorit. Mund të rish mo, e pim në atë edhe kryve, është e vita. E vazhdoj 8 deri në 12 për ditë këtë punë.